Oui. Beneath the starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so high. Your hands are cold. Beneath the moonlight, self-touch your hand in mine, gets me every time. Check. Lost in the city lights, our love's electric ride. You make me feel alive. Kuku. Kjo është gjendja e makinës para se të nisemi për në Gjermani. Kemi valizhen tonë, kjo është valizhja e madhe për mua dhe Gerin. Tu në çantë kemi këpuca, shapka, gjëra të tilla. Kjo është valizhja e Ohemës. Okej, janë pak pis, po mos na gjykoni, ju lutem. Dhe pastaj tu kemi Bebelino, kemi çantën e Ohemës, me gjitha gjërat e Ohemës, me ngrofsen, me ushqim të ngrirë që e kam fut aty, me çantën e mamit, me gjitha. E këtu, që nuk duket shumë, janë caraqet vogla të mijat, kufjet, kjo çanta e emergjencës dhe sigillino, ja. Këtu kam futur bironin me ujë të Ohemës, me thënë gotën me ujë. Ohemën e kam në krah, po pres Gerin që të shkojt marrë dhe të hedhë mbeturinat. Edhe besoj se jemi gati për në Gjermani. Ja dhe Ohema u sigurua, e lidha rripin, të gjitha me radhë, edhe presim Gerin që të nisemi. Unë jam këtu, si gjithmonë nuk kam bërë make-up, sepse jam për rrugë, Ohemën e marrë, e vendosi, ndoshta mund të flej këtu kur bëjmë ndonjë pushim, se kemi 2 orë gjysmë rrugë, edhe kemi menduar që bëjmë një pushim pas 1 ore gjysmë, që t'i japim edhe Ohemës ushqim. Ohema hëngër para se dalim, i dham kishim bërë perime me salmon, edhe hëngër me ne. Po, të do të vish ti, mami? Shikon se do të vi. Kam veshur kostumin e Amitiele Studios, sepse jam rehat për rrugës. Mami, që donë? Erdha. Ohema e urren Sigjelinon. Ku ka qenë bebe, nuk ka dashur të rrigjë, që kuptoj sepse është bebe dhe do të rri afër mamit. Pastaj ka pasur një periudhë ku ka ndenjur, tani nuk rri as në Sigjelino, po as në karrocë, shumë e vështirë. Kështu që ka marrë plot lodra që t'ja hup mendjen, dhe nëse s'rrin me të vërtetë, do bëjmë pushime më shpesh, s'kemi ç'a bëjmë. Tani gjumë ka fjetur, i ka ngel vetëm gjumi pas ditës, kështu që le të shohim nëse do e bëj gjumin apo jo. Shikoni si grindet. Ç'e ke, mami? Ç'e ke? Ç'e ke zemra mamit? Do shkojmë me pushime? Do shkojmë te Gjermania? Është komplet duke bërë pralla. Sikur po qan. Mora edhe këto snacksat të dyqani. Mora këto se ishin pak të domethënë mos ta bësh regjimin. Këto ja mora këtu te makina që t'i mbajmë. Këto janë për Gerin, 2 lëpirëse. Edhe kjo është për Gerin, unë të ndalim të mbar një kafe sa të dalim në autostradë. Jemi nisur, Ohema është këtu, këtu kemi Ohemën, këtu kemi lodrat e Ohemës. Jemi gati deri tani, voilà, jemi super. From the start, I lost my step deep within your eyes and your soft silhouette. The way you move, both gentle and wild. If only I could feel you for a while. I can't hear anymore. Now you are all I'm waiting for.
Përshëndetje, se vini në kanalin tim në një tjetër video. Kemi ardhur në Gjermani. Kemi ardhur dje. Kemi ka ardhur nga ora 4, direkt kemi ardhur. Kemi shku te pishina, jemi pushu, kemi ardhur këtu, jemi ndru, jemi la, kemi ngrënë darkën në hotel, edhe kemi fjetë gjumë. Dhe sot ti nuk filmova në fakt, sot jemi zgju, organizimi, po ja tërgoj, jemi zgju, kemi ngrënë mëngjesin, kemi ardhë ka fleto hema ndrejk, dhe më thënë para gjumin e paraditës, kemi dalë, kemi hec, aty ju kam filmu, edhe ishim edhe morëm, paste jemi këthy, ka fleto hema, ndërko ne, që kemi bo, ndërko që hema flinte ne kemi vizatu, pikturu, edhe ishim të dyqani, se bëm ca pazare, e kam këtu çantën nga Penny, ste Penny, dyqani që e Penny, për ju që ndoni në Gjermani besoj që e dini. Edhe bëm një pazar të vogël, edhe thash që t'rregoj se çfarë morëm. Nuk e kam bërë akoma një room tour, do ja bëj nesër, sepse tani është pasdite dhe të shkojmë. Regarde ce qu'elle fait. Sepse është tani pasdite, ora 4:30 dhe do shkojmë tek pishina. Edhe duhet të vim sa më herët në mënyrë që të shkojmë të hamë në orën 6. Të hamë në orën 6 se kemi këtu edhe mëngjesin dhe darkën në çmim, që kemi pagu, se nuk donim të hallakateshim me ohemën, edhe shumë je kemi bo, sepse këtu afër nuk ka shumë restorante. Kështu që t'ju tregoj se çfarë mora tek dyqani. Ju kam tregu ishte një bretzel, më duket quhet, e kam hëngër. Dhe Geri mori këtë si punë pice, që është, dhe nuk e ka ngrënë akoma. Morëm këto chipsat. Unë kam marrë healthy, kam marrë fruta, kam marrë rush. Morëm një buk që ndrej kur dalim me hec, bëjmë buk me djathë dhe me... s'kemi marrë salam, kemi marrë këto. Salchiche, që janë. Djathë guda. Shikoni pas kemi harru. Unë kam mora këto, të thata që janë, hurmat arabis, një çokoladë zezë 85%. Se po shikoj edhe ohemën që po e vesh Geri për ta përgatitur të pishina, Haribo për Gerin. Këtu kishte shumë Haribo, më shumë se në Shqipëri, në Belgjik. Dhe Geri mori edhe këto. Edhe këto. Se unë pak nuk i ha shumë, nuk i ha fare. Morëm këto, biskotat. Dhe morëm molla, mandarina, dhe Geri mori këtë ginger shot. Dhe gjithashtu morëm një Fanta për Gerin, edhe morëm ujë pa gaz. Morëm 4, 2 kemi makinë, 2 morëm sipër, se ishim nga kum, dhe kaq. Dhe këto kanë kushtu pazarin në Gjermani 32,22 €. Mirë çmimet, besoj sikur në Belgjik pak a shumë. Në fakt, edhe në Belgjik nuk është se shumë i shikoj, sepse nuk kam kohë, se po të kisha kohë do i shikoja më shumë, por nuk kam kohë. Kështu që po, thjesht do ha pak çokoladë zezë, se pastaj kemi darkën dhe s'duta t'ja prish. Edhe po vishemi me rrobat e banjës, ndërkohë që Hema dhe Geri janë veshur. Hema vdes për ujin. Domethënë kjo është peshk, sikur unë ka lindur në muajin mars, edhe unë adhuroj ujin, pishinën, detin, gjitha këto. Edhe Hema është super kënaq, kështu që mezi po pres prapë të shkojmë sot që të kënaqem. Mëngjesi, jemi zgjuar në 7:30 sepse na ka zgjuar ohema normal. Po gjëja e parë që bëj është, hap dërtarin edhe bëj tualetin tim, sepse pastaj kemi ohema, kështu që e bëjmë unë dhe Geri, pastaj merremi me ohemën që ta veshim, ta pastrojmë edhe atë, të fillojmë ditën. Tani unë flokët kam larë dje, plus këtu po shkojmë në pishinë çdo ditë, edhe klori mi ka bo pak si keq. Edhe pse se kam fut kokën në ujë, po këto majat janë bo dhe nuk e di nëse I drejtoj, sepse në darkë prap duhet t'i laj.
Dhe po se të drejtoj pak nga fundi se kështu s'kam ku shkoj. Do presim që ta lajnë dhomën sot që ta pastrojnë, sepse dje i tham jo, për ne ishte pa nevojshme që ti të pastronin edhe të ishim mirë. Sot do e pastrojmë dhe do ja tregoj një home tour, sepse është pak rrëmuj me gjitha rraqet që kemi marrë për Ohemën edhe për neve. Por ti të ndetën më shumë ka Ohema, duke qenë se tani ajo Han, me qëra fjalla ma ka kaput varsën këtu, më ka gërvishur me atë thonjt, edhe pse ja presh një herë në 3-4 ditë, kësa herë harrova t'ja pres para se t'iknim, edhe kështu ndodhi ma prishi varsën. Por nese, po thoja që më shumë gjëra ka Ohema, sepse normal tani që ka fillu ushimin, i ka marrë edhe ushim me vete, edhe por që do i flas më vonë për këtë pjesën. Mëngjesin e ham tani, do shkojmë, do të thonë do bëjmë gati të ham mëngjesin. Ohema han me neve, i ka marrë drithëra dhe i hedh kos që ka këtu, që është kos i plot, dhe fruta jap, sepse ka shumë fruta. Pastaj vim këtë dhoma, flen Ohema, pin dhe flen, edhe ne një orë gjumë bëjmë një orë gjysmë, dje bërë një orë gjysmë gjumë të thëmë drejten, dhe pastaj vishemi dhe dalim. Kështu që tani do shkojmë të ham mëngjesin dhe ju të tregoj pjesën e mëngjesit. Në të vërtetë ja super rekomandoj këtë hotelin që ndodhet në Gjermani. Është, nuk e di, domethënë është një ndër hotelet më të pastra që kam qenë. Nuk është i ri dhe luks, por është shumë i pastër dhe shumë njerëz të mirë. Kemi veshur kostumin e Hamës dhe këto ja kam lejë në Amazon, janë super të mira. Nuk i mban këpucët dhe do të vi, shikoni pak se do ne të ngrihet Ohema, opla. Okej, hajde. Ja, kështu do të rigjitë ditën Ohema. Kjo është outfiti i Ohemës. Pëse kuptuat. Dhe është e lumtur tani. Dhe Geri është në bezh. Edhe unë jam e bardhë sot. Outfiti mamit, all white. Kjo është outfiti vetëm për në granë mëngjesin, dhe pastaj do vim të dalim. Okej, bluza nga HM-ja, pantallonat që kam qysh për shtatzanis, që mbin me vërtet gozha të lira, sepse jam do përshtu më shumë se që duhet, besoj. Por mirë, nuk është keq, dhe samba. Ju thash që do shkojmë të ham mëngjesin, pastaj do vim, do bëjmë gjumin e Ohemës edhe do dalim. Jeni gati? Ready? Ready. Tu kemi ujnë e Ohemës, kemi marrë dritherat e Ohemës. Ja, kështu është jeta e prindërve. Let's go. Au, flokat! Ndërkohë që Ohema po flinte, ne kemi punuar këto vizatimet. E kam me flutura dhe me lule. Jeri e ka me kafsh. It's only with animals, no? Yeah. Me kafsh. Dhe Ohema u zgju nga gjumi, edhe ajo do të marrë pjesë në vizatim. Kështu që më mirë t'i mbyllim këto. Se do dalim. Edhe do vinë të rregullon edhe dhomën. Edhe po, më ka ngel vetëm këto 2 lulet që ti vizatoj, pjesë tjetër e kam bërë, jo 3 lule më falni. Dhe kam bërë vizatimi tjetër ka qenë ky, prisni t'ja tregoj. Kjo këtu, kjo flutura këtu. Shikoni pak. And can I see also yours? Si thuti, ma të pëlqen, mami? Të pëlqen? Dorsa ky është vizatimi që ka bërë, ka pikturu veri, zhapikun. Shkani sa bukur ka bërë. Dhe me dritë të fikur i kemi bërë, se normal kërë në Ohema i fikim dritat edhe mbyllim pedet. Si përfundim e përfundova, ja si duket. Kështu duket. Këto të dyja, duke që i kam bërë në fund shpejt, sepse Ohema do të dalë. Voilà. Tani nuk e di se cilin do bëj, sepse ka shumë, po janë ca që janë më të komplikume. Shikoni kjo për shumë se veshqyre është. Me thënë, duhet të mendosh mirë për këtë. Basi do bëjmë këtë. Ose, nuk e di. Do bëj këtë. Ta bëj këtu shenjën, do vendos këtë shenjën këtu që të di që duhet ta bëj këtë. Edhe kështu, outfit check. Për
ju si dhe si YouTube. Ka ti vash të bëgës. How could I gotta know where you're at. Your hands are cold. Don't talk back, leave it blank. Caught on each side, only reflections apart, but never more. I've been away for a while, only way I'm getting by. Sa po erdhe me një vend shumë të bukur, si shumë ta shikoni Geri ka nxehtë se gjithë përpjecën e ka për Geri. Shkova. Gjithë përpjecën e ka për Geri me Hemën. Dhe ishte goxhanja, 15 minuta vetëm gjitje. Shikoni pak sa bukur janë lopët, se na ikë dhe dielli. Shikoni pak këto fushat sa bukur dhe pishat atje. Reflektimi i diellit që bën hije. Shikoni pak, kjo është pikturë. Wow, super bukur. Fakt rrugën nuk e kemi këtej, e kemi diku andaj sipër, por me që pam këto kafshët këtu, më thënë lopët, thamë të ndajmë të rrugën më Hema, sepse Hema adhuron kafshët. Po thoja se dhon kam vap, Hema adhuron kafshët, qoftë lopat, ditë, delet, zoqt, pulat, qenin, macën, nuk e di. Po ta dëgjoni tani e dini si bën, se më shikon gjithë të lopë. Për zotin. Por që plani është blejmë një shtëpi në mes të fshatit vetëm për fëmijët tonë. Edhe për ne se më pëlqen shumë natyra. Edhe Gerit. U erdhëm këtu tani. O, sa po kënaqemi. Elle fait quoi? Elle regarde les vaches? Shikoni. Wow. Elle a eu peur. Tout le monde va avoir peur maintenant à cause d'elle. Oui. Kom maar Heyman. Is het normaal piu? Ik hier was chill. Yeah. Now it's my time to chill. I did the hard part though. Vërtet, më të vështirë nga Bulgaria, së të një shumë thjeshtë, tani se zbresim. I was dead. Kemi bërë gjithsesi gati 4 kilometra dhe të kthehemi, dhe kur të kthehemi gjithsesi do jemi te 6 kilometra. Unë adhuroj mënyra më e mirë për të ecë me bebin është kanguri. Nuk më bezdis fare. Okej, ndoshta më vonë dhe ndjej të shpina, por që është shumë bukur se bebi shë gjithçka, ti je mirë, domethënë nuk hallakatesh, kështu që po, super pamje kemi këtu, shikoni pak. Andaj është liçeni, nuk e di sa dallohet, por që tani po zbresim, siç mund ta shikoni, edhe po shkojmë te hoteli se Hema do haj buk. Si ndihesh? How was it? How do you feel? I feel so good. I feel like I'm a new person though. Like no, I feel like I'm real West. Let me see. Okay, pashi. Yo! What up, Nick? Shikoni pak ko jemi do të haj. Kështu, njëri e mban, tjetri e për të ngrënë, edhe jemi super.
kemi zgjuar, Ohema ka Ohema zgjuar ka bërë 2 orë gati gjumë, kështu që jemi veshur. Kemi këto robdishanet e hotelit, unë kam poshtë robat e banjos, që janë kështu një pjesë për pishina. Ohema është gati, si që pat, të presim edhe Gerin që të bëhet gati, edhe të shkojmë tek pishina, ora është 4:30, jo, ora 5. 5:30, që po themi, lekera? Ora 5:20, se ka flet Ohema, se Ohema fjeti vonë, se unë dalëm pim edhe një kafe, këtu afër te një kafe, kështu që do rrim deri nga ora 6 e pak, që të shkojmë të hamë 6:30. Unë sot nuk do t'i laj flokët, thjesht do t'i rregulloj drejt, sepse me ujin e klorit bëhen kaçurel. Kështu që, po, edhe t'jemi në 7:28 të flej Ohema te dhoma. Nesër do i bëj një room tour patjetër, sepse sot është pak si romuj, si që pat Ohemës i dhash për të ngrënë, kam marrë me vete edhe sfungjer, nuk ju thash për të larë enët e Ohemës, edhe larë sinenëve të Ohemës. Dhe nga një anë, nuk e di nëse kam thënë, po më mirë që kemi bërë udhëtim kësa herë me makinë se sa me avion, sepse jemi në fazën e fillimit të ushqyerjes të Ohemës. Do thënë ka një muaj që ka fillu, por që është fillimi akoma, i kemi shtu një vakt, etj, kështu që më mirë ishte të vinim tani me makinë se sa me avion. Nuk e di se si do kishte qenë me avion, se në fakt kishim pas qef që shkonim në Turqi, por që minutë fundit mu aprovun pushimet edhe kështu. Por jemi shumë të lumtur këtu. S'po mbas me shumë kohë, kështu që ikim. Këtu kemi një çantë, ta janë të dhoma, nuk e kemi fryrë këta. Është një gomardare e Ohemës që do ja fryjmë. Në fakt hera parë që të afrym edhe na japin hoteli këtë që të fusësh gjërat tuaj të marrësh me vete. Shikoni pak kush është bërë gati për të shkuar tek pishina. Ohema është gati. Po të shkojmë. Kemi veshur pampersat kundra ujit dhe këtë që kemi qenë të vogël. Dhe mezi po pret. Gati. Unë bështjellë Ohema në shqip edhe po shkoj te pishina. Lodra që marrë për Ohemën, që të rije qetë, edhe një libër dhe këtë ujë me vete. Family outfit check! Kështu është veshja për sot dhe Ohema që do të vite mami. Mua! Përshëndetje, mirëmëngjesi nga kjo pamje kaq e bukur që kam këtu përballë, që doja t'tregoj tani. Shikoni pak pamja, sa bukur është këtu. Kanë ra mjergulla dhe shumë pak duket liçeni atje në fakt. Po është shumë e bukur kjo pamja. Më parë ishte edhe atje, kështu komplet një rresht. Ndërsa tani ka ngelur vetëm aty dhe është shumë bukur. Ne hëngrëm mëngjesin, bëra një dush mëngjes, prandaj kam flokët kështu sepse i kam tharë. Dhe është pak ftoft dhe jemi bërë gati sepse do nisemi. Ora është Ohema bëri vetëm 30-40 minuta gjumë. T'ju them drejtën, gjithë këto ditët ka fjetur shumë mirë, është gjumë 7:30, është zgjuar në 7:30 mëngjesit, okej, natën është zgjuar me pi, që i kam dhënë me që ka flet me ne. Nuk e ndjej fare se kur i jap dhe kur zgjohet, sepse është në gjumë dhe pin. Por që sot natën ka pasur pak është grindur, mendoj se nga dhëmbët. Është zgjuar në orën 6:30 dhe ka radje gati ora 9. Nuk e zinte gjumi. Kështu që besoj nga gjithë qefi, entuziazmi, pishina që ka dhënë gjithë atë energji, se normalisht Ohema para se të flej ka një rutinë të qetë dhe këtu ka qenë bombë. Por që ne u zgjum herët sot, hëngrëm mëngjesin, ora 8:30 mbaruam dhe vendosëm gjumë që të flinte të paktën një 30-40 minuta para se të niseshim, edhe fjeti shqyr. Kemi mbledhur gjitha gjërat, menduam nëse do bënim ndonjë pushim në ndonjë qytet që
ta vizitonim, por që nuk e di, shohim e të bëjmë me Ohemën se si ndihet, sepse Ohema, jo kam thënë që ka vështirësi të rinë se Gjolinës, dhe mos këtë kohë, këtë muaj, që ka bërë, sidomos këto 2 muajt e fundit, 6-7 muaj që kur ka bërë, kështu që të shohim. Por thë ju kam premtuar një room tour, kështu që tani që i kemi hequr gjitha gjërat, t'ju tregoj pak dhomën tonë. Këtu ndodhem në balkon, besoj e dini, edhe t'ju tregoj pak dhomën. Këtu është dera e hyrjes, dhe direkt në të djathtë është tualeti dhe dushi. Është kjo pjesa këtu tek pasqyra, është ky larësi që thot edhe për trupin flokët e duart, nëse po jep detaje se ndoshta dikush ka dëshirë të vi. Tu është një kosh i vogël, letra, ka një tharse flokësh aty. Mund ta shikoni dushi, është super, edhe aty ka produktin për t'u lar, dy rroba dyshane që kemi përdorur për në sauna. Këtu poshtë kam lënë këto pishqiret e papastër, i kam palosur në mënyrë që mos duken rrëmuj, dhe gjithë ky rafti këtu për të vendosur gjërat që ne kemi pasur full. Pastaj këtu është pjesa ku vendoset valigja dhe rraqe për sistemu, ka vend sa dush për rraqe, edhe ky është rafti, kjo jam unë, te rafti keni varset, keni një kasafort, thuhet në Shqip, dhe plot sirtare për të vendosur rrobat. Shumë mirë, sepse kur jemi bebe, ke nevojë për rafte. Dhe pastaj këtej është pjesa e dhomës, këtu kemi lënë xhupat, si kemi mbledh gjitha gjërat, ju thash se do ikim, janë 2 kutuk, një tavolin, ne këtu kemi gjërat tona, këtu janë lodrat e Ohemës, që do i fus te kjo çanta që e quaj çanta emergjencës, si kam ushqimin, pampersa, letrat lagura, edhe ujin duhet ta fus me që jemi këtu, po i bëj punët. Ja, kështu është ky qoshi, le të themi. Pastaj këtu është tavolina e make-upit, na falni për mbeturinat, por kemi mbledh. Ju lën të shishin me 2 gota ujë, pastrojnë dhomën çdo ditë, edhe pse ne nuk e kemi thënë që ta pastrojnë, sepse me bebe, këto janë tonat, është këtu besoj se nuk e di çka ka këtu, se si më interesu, por rregulla, gjëra, telefoni për të thirrë recepcionin, një koltuk, televizori nuk është se kemi parë shumë, por që kështu duket ky cepi këtu. Pastaj këtu përballë është pjesa e krevatit, këtë na e sollëm, na thanë e doni apo jo, thamë okay, se ndoshta Ohema mund të luaj këtu. Shumë mirë, sepse këtu Ohema nuk flen. Ka fjetur me neve, krevati është kështu, është një pjesë këtu ekstra që të ulesh, të veshësh kpucët, dhe shumë thjesht, domethënë, edhe shumë bukur, t'ju them drejtën, është shumë pastër, domethënë nuk e di. Këtu te koka krevatit janë 2 sirtare dhe këto llampa që janë super. Edhe pastaj këtu kemi balkonin, që besoj në verë është super, sepse kemi tavolin, 2 karrike, edhe pamja është fantastike. Nuk e di, domethënë, këtu do vim verë patjetër, sepse te liçeni thanë që mund të lahesh edhe mund të bësh, mund të marrësh rreze. Kështu, kjo ishte dhoma, po mbyll derën se është pak ftoft. Edhe po, këtu kemi qëndruar që nga dita e martë deri sot që është e premte që po ikim, dhe mund të them që i vej një 8:30-9 këtij udhëtimit, me gjithçka çfarë ka hoteli, me sjelljen e punëtorëve dhe çdo gjë tjetër. Okej, ndoshta kemi pagu pak sepse kemi marrë mëngjes dhe darkë, gjë që është normale, por ja vlen çdo 100 darkë që kemi shpenzu, dhe thash vendimi më i mirë që kemi bërë që kemi ardhur me makinë dhe jo me avion me këtë moshën e Ohemës. Ju kam tregu ka pishin, ka sauna, ka çdo gjë, domethënë kërkoni çdo gjë, e kanë çdo gjë. Unë do rivija përsëri këtu në verë për të parë se si është. Tani po ikim se Ohema nuk po rrin më, do të marr kamerën e mamit. Ja ku është Ohema. Ohema është një uragan i vërtet. Uragan. Po t'ju them uragan, ju nuk besoni. I duket Ohema vajzë e mirë, vajzë e urtë. Është e mirë, urtë, nuk e di. Mendoj që është kjo mosha që duan të prekin çdo gjë. Ja, do të marr kamerën. Bye bye. Si bye bye. Se Ohema do të bëj bye bye. Edhe këtu babi Geri. Bye bye. Këtu i kemi valigjet, një valigje të Ohemës e kemi sjell poshtë, dhe na kanë ngelu këtë gjërat e fundit. Do i dërgoj Geri avashavash te makina. Bye bye. Bye bye. Bye bye Ohema.